Përshëndetje, sot do t'ju jap një ushtrim të ri për pastrimin e energjisë negative. Si që shikoni, në një enë prej balte, kam vënë kripë të trashë dhe kam vënë alkohol të pastës ose raki nëse dëshironi ju dhe nuk keni alkohol. Dhe pasaj me një fije ose shkrepse e kam edhur dhe ka filluar flaka. Këtu shtrime bëjmë kur duam të bëjmë pastrimin e energjisë në shtëpinë tonë, ose kur ja bërë fjalë, shere të ndryshme e përdorim. Dhe si që dëgjoni, fillovi pak të kërcasi kripa. Kjo do të thotë që bën pastrimin, do të thënë fjalë, sepse në të njëjtën kohë, këtu në ky vendi që kam vënë unë te saloni është dhe vendi që unë bëj shumë herë terapi në grupe, ndërmjet internetit. Dhe sado merret dhe energji nga persona të tjerë. Në të njëjtën kohë, mund të vini me imagjinatën tuaj dhe të shikoni mënyrën e flakës. Kjo flakë është e kuqe, do të thënë është okej. Po shikojnë do të thënë që një flakë shkon më lart se të tjerët. Kjo do të thotë, dëgjuat prap që kërcet prap, do të thënë bëhet pastrimi energjisë negative, këtu. Do ta vini në një vend, tani këtu është tapet, mirë ishte dhe unë të vinja një dras nga poshtë, një gjë të mos një enë tjetër, që të mos arri që të nxehet për shembull tapeti. Shikoni të jetë një vend i hapur, mund ta vini në sallon, në dhomë gjumit, të dhomat e tjera, jashtë derës së shtëpisë, në balkon. Dhe qofse jeni dhe në pallat, po atje ju shikojnë, e thonë çfarë po bëhet, dhe jashtë, e dëgjoni. Kjo do të thotë se kisha shumë kohë pa e bërë këtu ushtrimin, do të thënë për pastrimin e energjisë këtu në shtëpi, do të thënë pastrohet energjia. Kur dëgjoni të kërciturat e kripës, do të thotë që pastrohet energjia këtu brenda. Dhe ky ushtrim tregon që është okej, mënyra dhe flakët tani sa vjen po ulen dhe shuarja do bëhet avash avash, do ta ndjekim derisa të shuhet. Dhe shikoni që kërcejt akoma. Kripa duhet të jetë e thatë, sepse në Shqipëri kemi atë kripën e zezë, po që është bravo. Kisha një muaj e ca që ta bënja këtu ushtrimin, pastrimin me krip në shtëpi, sepse bëj pastrimet të tjera, po është logjike këtu në shtëpia ime, me kaq terapi dhe energji që marr, të jetë kjo. Ju provojeni në shtëpitë tuaja dhe në qoftë se ka shere, shamata, atëre do shkoni që kripa do kërcasin më tepër, po bën pastrimin një nga një. Po e presim derisa të shuhet. Dhe në të njëjtën kohë e kontrolloj dhe ju do shikoni dhe flakën si shuhet, si ishte flaka më e lartër në disa vende. Dhe kripa po ta shikoni se ishte e bardhë, po ta shikoni tani, është bërë pak në disa vende si e zezë, do të thënë ka marrë gjithë atë energji negative, siç e kam thënë dhe në video të tjera. Kripa është shumë e fortë për pastrimin. Atëre u shojt dhe ishte okej mënyra e shuajtjes. Provojeni dhe në qoftë se ju e ndisni dhe shuhet në moment flaka, do të thotë që atje ka probleme energjie të ngatruar shumë të fortë. Në qoftë se është prap flaka në ngjyrë tjetër, dhe jo e kuqe, prap do të thotë që
ka shumë energji negative, ka patur shtëpia. Kjo u shojt në mënyrë të embël, avash, por kishte të gjitha ato, ajo flaka, do më thënë në fillim që ishte një flak më e lartër, ishte sikur një person mundoheshe të ishte më lartë për atyre të tjerëve. Dhe pasaj avash u ullë, do më thënë të gjitha normale, bëri pastrimin. Në këtë njëjtën mënyrë mund ta bëjmë të dhomat e tjera, të dhoma e gjumit, të dhoma e fëmijëve nëse kemi, në balkon dhe për jashtë, siç u thash. Edhe do shikoni sa shumë qetësi do ketë në shtëpitë tuaja. Akoma këtë ushtrim e përdorim dhe në bizneset tona. Dhe në hyrje të shtëpisë, është mirë ta përdorim dhe në hyrje të shtëpisë. Tani, këtë ushtrim mund ta përsëritim nëse do keni të shumë kërcitje në fillim një herë në javë, dhe në qoftë se është okay shtëpia, mund ta bëni edhe një herë në muaj. Çfarë do ta bëjmë tani këtë kripën, e marrim këtë kripën dhe e hedhim në lavaman dhe e derdhim me ujë të bollshëm derisa të iki, dhe duke ju thënë që i dërgojmë në tokë të gjitha këto energjitë negative. Me kujdes një kapeni me ndonjë dorez me ndonjë shpeshqir, sepse tani kjo ejna është prej bate, po ka marrë nxehtësinë, ose ta lini në ai vendi derisa të ftohet, pastaj do ta derdhni. Dhe diçka që duhet të keni kujdes, këtë enën nuk do ta përdorni për asnjë gjë tjetër. Domethënë është vetëm për të bërë pastrimin e kësaj energjisë negative. Nuk do ta përdorni më për ushqim ose gjëra të tjera. Okej? Ju uroj gjithë të mirat, provojni dhe më shkruani rezultatet tuaja, çfarë u bë, domethënë me atë kripën tuaj, me atë pastrimin e energjisë tuaj. Dhe nëse shikoni diçka tjetër, mund të më shkruani këtu dhe në YouTube. Po sto vlepete, ecco vali nero. Siç e shikoni, kam vënë ujë dhe po e derdh këtu tek nero hiti. Dhe po e shplaj. Dhe si që thash, nuk e përdori me për gjithë jetës. Kjo do jetë për pastrim. Tani e derdhim kripën, iki me ujë të bollekshëm. Nga to. Shplajmë duart dhe jemi okej. Hajde. Fatë të mbarë paci dhe më shkruani për rezultatet.